ekosistemi, ose le të themi, është industria e shërbimeve. E shërbimeve. Çfarë ndodh me bujësinë e këndvështrimin tim? Problemi fillon që tek ligji 7501 të prona, që nuk kthye zotërisë zonjës, që kishte aja dhe zhëja. Që këtu po na ndenje shumë gjatë? Të lutem, ajo do ta mbyll shumë shkurt. Jo, e di pse e thash kështu. Pronat është një prej plagëve më të mëdha të shqiptarëve. Është në neveri dhe dua ta them. Pra buqit tanë sot i kanë parcelat parcelizuar, pra me 560 metra. Çfarë do prodhosh ti? Nga matematika minimalisht zysha ime ma ka mësuar që është kosto për njësi. Është shumë e thjeshtë. Pra nëse ne aderojmë ty në Bashkimin Evropian, nuk do jetë më e lehtë tregu, do jetë një treg shumë më i madh konkurencial. Pra nëse ata na kanë bravo, nëse ata na kanë sillin miellin, bananën, vezët, gjithë do na sillen edhe ato të tjera që ne i prodhonim këtu. Sado politika fiskale të forta të bësh ti ndaj atyre që importojnë, prapë do ta kesh vështirë sepse tregu jon nuk i plotson nevojat. Edhe ajo që tham, ka ike të rive, sigurisht që ka ike. Ne nuk i kemi modernizuar akoma shërbimin në bujësi, ne akoma punojmë me dorë, pra bota ka kaluar këtë. Edhe që punojmë me dorë, të jemi autentik tek punimi me dorë, se ne flasim që vjen turizmi, po turistit me çfarë do ju ushqejmë. Të jemi dhe pak të sinqertë, se dhe të jemi shumë të sinqertë, të mos lëm tokat djerë, të mos lëm tokat djerë, të kemi një vizion që dai turisti që vjen të blej produkte shqiptare, të mos blej produkte të importuara. Se bëjmë dhe diskutim, ë? Unë shikoj për shembull, nëse duam të rritim vlerën, duhet të prodhojmë. Unë shikoj gjithmonë konceptin te IMM, por shumë ajo ka konceptin thotë, unë po marr tek një fermer i vogël, po marr tek një zonë që shet aty për të ndihmuar mikroekonominë e saj. Jo, janë dhe më cilësore në fund. Ajo pastaj duhet parë, po është ha diskutim. Po duhet të them që ajo e bën në sensin pozitiv. Nga ana tjetër, ai do prodhoj atë, do mbylli ditën, do çojë fëmijë në shkollë dhe e kaq. Pyetja është, a është zgjidhje kjo për ekonominë? Unë mendoj që jo. Ekonomia shqiptare me këtë fluksin e presim, me këtë ndërtim që siç e kemi thënë, dhe do vazhdojë ndërtohet Shqipëria turistike në bindjen time, sigurisht ka nevojë për këto dy sektor jetësor të Shqipërisë. Bujësi dhe turizëm. Pra turizëm cilësor, kualitativ, shërbime, njerëz mikpritës dhe bujësia pa diskutim, që ne mos jemi të varur nga importi për gjithçka. Pash një fotografi, ndoshta të marrë një koment ty po dhe të ftuarve, kishte hedhur zoti Izak Topuzi në rrjetin e tij social Facebook, kishte bërë një fotografi në një dhomë hoteli, në atë që edhe ai ka, dhe kishte treguar që ajo dhomë ishte marrë me pra dikush e kishte book, dikush e kishte marrë një dhomë hoteli, dhe ishin të huaj, gjerman me sa kuptova, dhe aty brenda ishin pije, ushqim, të vendosura të gjitha brenda dhomës së hotelit, dhe i thoshte që nuk është faj apo problemi i turistëve të huaj që vinë në Shqipëri dhe marrin buk me vete. Është sepse ne Shqipërinë i kemi dhënë këtë lloj vëmendje, këtë lloj PR që Shqipëria është vendi i lirë ku ti mund vish të shijosh natyrën dhe të marrësh buk me vete. Pra ne kemi orientuar në një farë mënyrë turistin që në Shqipëri bëhet qef me pak para. Ne nuk i kemi kapacitet. Bëhet qef për ata që s'kan lek. Kjo është më e rëndësishme. Kjo varet nga kategoria e turistëve dhe kategoria e turistëve që vinë në Shqipëri janë klasa e mesme dhe ullët që vinë për interes. Edhe në zonë nuk e kemi kualitetin premium që të presim ata premium. Edhe nëse kemi, po, për shumica që kanë në blok ke turma turistës që janë byrek atje dhe mire bëjnë. Edhe në blog byrek dhe vallë. Unë sot kisha 16 italian, një grup italianësh ke hosteli që është aty shoqata, dhe të gjithu këthyën për të iku, për të paguar dhe kishin gjithë nga i byrek në dorë. Ska është, është dhe praktike. Byreku është një nga produktet që konsumohet, pra vinë qëllimisht, është produktën kulinare. Është shumë njëse edhe unë kur shkoj jashtë nuk luaj ta mënç, që të shkoj të haj në për restorantit të Krekosën, sepse kam interesat tjera. Do atë hecë, shikoj qytetin, shikojmë në një gjë, edhe haj një gjë në këto nga ishin turiste që kishe 50 italiane dhe shuhen disi që nuk hargjojnë shumë para. Jo, të gjithë. Të video kemi më shumë italianë. Të kemi më shumë italianë, se unë e thash me pak në të humore, pa dashur të bëjë kështu ndasi. Por të paktet, sepse ma kanë thënë të paktet ekspertë të turizmi, që italianin ata të cilët tregojnë që hargjojnë më pak para në Shqipëri ku vinë për të bërë pushimet e tyre. Ata nuk vinë vetëm për pushime, ata vinë dhe për... Mirë, edhe për shërbimet e tjera, për dhëmbët, kemi një lloj turizmi pak më të zgjeruar për italianët dhe për ata cilët ndodhen afër nesh. Në këtë pikë që ekonomia shqiptare estetik, turizmi estetik, se ka një bota shumë bullak, dikur shkonim ne tani vinë ato. Është lajmi mirë.
Jo, përsa ko kemi faturin në njerëz se nuk janë shtetat shqiptarë, kjo është... Faturin në uasë janë bushë gjithë nga Rumania, nga jugu ishte bërë gjithë restorantet me Filipinas, me... Kështu që kjo është, ky qarkullimi popullsisë do të sjellë patjetër edhe benefitet, por edhe sfidat e mëdha në ekonomi. Po, ndërkohë, Rigje, kur ta kemi gati, unë mundem bashkë me Orgestin që të shohim pak dhe çmimin e pronave, se edhe çështja e pronave dhe qerave mund të bëhet problematike. Po mund të shohim që tani. Orgest, shohemi dhe e shpjegojmë pak cilat janë zonat e shtrenjta, cilat janë zonat të cilat edhe mund të gjejmë një banesë më të lirë. Na ke bërë gati një grafik me zonat të caktuara nga më të shtrenjta tek ato më në periferitë e Tiranës, të cilat ke vendosur vlerën minimale dhe maksimale të çmimit për metër katror. Tash të shpjegojmë diçka sepse gjithmonë do ketë paqartësi, pakënaqësi dhe çudi në gjithë ato që e dëgjojnë. Kjo është një analizë që më rezulton mua nga dhënat e mia dhe të kolegëve të mi. Pra ka marrë, po themi pak a shumë, brenda një mesatare të transaksioneve që ndodhin në Tiranë, kryesisht. Qendra deri në 5.000 euro metri katror bashkë me ish-bllokun. Po, kemi kulla specifike në Tiranë, të cilët kanë kualitet ndryshe, cilësi punimi ndryshe dhe ata shkojnë deri në 5.000 euro metri katror i këtyre kullave. Tani, kthehemi te prona është një çik më gjatë situata. Kush i blen këto? Jo, ta themi edhe këtë sepse është shumë e rëndësishme për qytetarët. Kur flasim për pronën, njerëzit definojnë vetëm çmimin. T'ju marr një shembull që tek gjetja e trojeve është një problem shumë i madh. Pra, pronarët e truallit sot negociojnë shumë fort me ndërtuesit nga 33% deri në 47%. Pra, një objekt 47% i kanë pronarët e tokës. Pastaj marrim tarifën që ka Bojeri, Kazamonti edhe arkitektët ndërkombëtar, kemi 8% taksën e ndikimin në infrastrukturë, kemi 3% taksën e strehimit social që zonja e kishte me merak, pastaj kemi arkitektët shqiptarë që ndjekin punimet, e kështu me radhë, fushin punëtore, në aluminin e importojmë, në hekrin e importojmë. Pra pjesa më e madhe e gjithë produkteve tona është import. Dhe kjo sjell që çmimi i një prone në një zonë të mirë, të shtrenjtë, të shkojë deri në 5.000 euro. Pak këto janë 3 zonat, ë? A justifikon? Në shumë raste nuk e justifikon sigurisht, por nuk është pronë për gjithë. Janë kulla specifike të cilët kanë atë çmim. Kush e blen një banesë, ka kategori të ndryshme. Nuk e di, mund ta quajmë banesë, mund të jetë edhe për çështje për investim, për çështje investimi apo çështje biznesi. Qendër, sheshi Skënderbej, pra zona atje, ish-bllokun, liçeni artificial dhe parku. Këto zonat po themi që ne i konsiderojmë si zonat on top. Pse i zgjedhin? Kush i blen? Për shkak faciliteteve, shkolla qendërshëndetësore, lëvizja pa mjet.